Në një vend ku heshtja shpesh blihet ose dhunohet, prania e tij në shesh është një akt i pastër rebelimi. Fatos Lubonja nuk proteston për të gjetur një kauzë. Ajo është vetë dëshmia e gjallë e një jete që refuzoi të gjunjëzohej. Kur sistemi diktatorial tentoi t'ia vriste zërin në qelitë e Spaçit, ai gjeti lirinë mes poezive të shkruara fshehurazi në letra cigaresh. Sot, kur një tjetër pushtet tenton ta rrethojë shoqërinë me plogështi dhe propagandë, ky njeri, që mban mbi supe peshën e viteve dhe të një historie të jashtëzakonshme, refuzon të qëndrojë spektator. Për të, sheshi nuk është zgjedhje, është i vetmi vend ku dinjiteti nuk mund të negociohet. Unë jam që ditën e parë në protestë edhe dua të rri çdo ditë. E kam si një gjë që ja kam vënë detyrë vetes, të jem këtu, për të mbajtur gjallë, si më thënë, për të mbajtur ndezur flakën. Kjo është e para. E dyta, mendoj që duke qenë se unë jam dhe i mosh më i vjetër, tjerët që janë në të ri mundet edhe të inspirohen më shumë, që të vinë. Për Lubonjon, kjo nuk është thjesht një pjesëmarrje në protestë, është një detyrë që ai e ndjen ndaj shoqërisë, shpirtit të revoltës, e mbi të gjitha një detyrë ndaj vetes. Është bërë dhe një gjë, si më thënë, që gati ndjen nevojën dhe mungesën sikur të mos marrësh pjesë, sikur nuk e bën dot pa ardhur këtu. Raporti i Lubonjës me ata që qeverisin ka qenë gjithmonë i tensionuar, por me kryeministrin Edi Rama, kjo betejë zgjat prej më shumë se 2 dekadash. Që nga koha kur Rama drejtonte Bashkinë e Tiranës, Lubonja ishte i pari që piketonte ngritjen e një modeli që sot kontrollon gjithçka, një aleancë mes parave të pista, betonit dhe politikës. Jam kritik i tija shumë herët që nga koha sa po filloi si kryetar bashkie, kam qenë kundër këtyre gradacielave dhe mbi të gjitha kundër një sistemi që ky ka ngritur, të sistemit klientelar ku lidhet pushteti politik, pushteti i mediave dhe pushteti financiar, i këtyre që shpeshherë kombinoheshin tek lidhja e tij me oligarkët që janë marrë kryesisht me ndërtime. Që t'ju shofun juve që të shkoni mbas Berihajt të Fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur nda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj, e njëjta gjë. Në këtë përplasje, kryeministri nuk ka nguruar ta sulmojë publikisht, por përballë makinerisë shtetërore, Lubonja nuk përdor as asete financiare, as instrumente pushteti. Arma e tij e vetme dhe më e fortë mbetet fjala e lirë, një mjet që asnjë regjim nuk ka arritur t'ia sekuestrojë. Me mua është marrë dhe herë tjetër ai, përsëri gjatë protestës, është marrë dhe herë tjetër, gjithmonë me një lloj ideje që a thua se ne që po e akuzojmë, se një nga teknikat që përdor Rama është viktimizimi. Sikur unë kam harruar që jam ai që ka qenë në burg nga njerëzit që persekutojnë, që e kanë persekutuar, dhe sikur unë po persekutoj kryeministrit. Ndërkohë që ai ka pushtetin dhe krahasimin është krejtësisht pavend, unë jam një gazetar që kam vetëm fjalën e lirë, edhe një qytetar që kam fjalën e lirë, dhe nëse i kërkoj llogari, nëse kërkoj që t'jap llogari për dosjen Maruba e për tjera, për Albanian Files, për faktin se ka ndërtuar një sistem ku vendi mbahet nëpërmjet një zhvillimi tumoral që është pastrimi parave të pista në gradaciela dhe resorte turistike, ai duhet t'jap llogari atje dhe unë nuk është se po e persekutoj. Por Lubonjon, ky nuk është një debat i zakonshëm politik. Ai e sheh qeverisjen aktuale si një strukturë që ka djegur të gjitha urat pas vetes.
duke e bërë kompromisin apo dorëheqjen të pamundur. Për këtë arsye, rruga mbetet e vetmja gjuhë që ky pushtet mund të kuptojë. Në një debat që kemi pasur i kam thënë ti je si një krokodil që ke vetëm gojë dhe jo vesh për të dëgjuar. Ai e di mirë çka ka bërë. Është i vetëdijshëm, por është rruga që ka zgjedhur për të ndërtuar pushtet. Ka shkuar aq larg sa nuk i ka lënë vetes ura mbrapa për të kthyer, sepse ka bërë shumë dëme. Kështu që mbajtja e pushtetit për të është etike, edhe për të shpëtuar, si thuash, nga një ndëshkim në kuptimin edhe nga pikpamja ligjore, edhe për të ruajtur atë lloj pushteti edhe paraje që ka vënë etj. Nuk kemi të bëjmë me njëri që ka aftësi për të tërhequr, për të ndërhequr, prandaj dhe unë një nga arsyet pse jam vazhdimisht protestës se kjo gjë nuk bëhet pa protestë. Në shkrimet dhe analizat e tij ai kishte paralajmëruar prej kohësh se një shoqëri e mbytur në padrejtësi herët avon do të shpërthente, duke përdorur edhe gjuhën e revolucionit. Kjo pakicë nesër mund të sundoj edhe të detyroj deri fjalën revolucioni kam përdorur, që mund të lindi nevoja e një kryengritje kundër kësaj pakice. Aq më tepër duke qenë një parti e të majtë, të ashtuquar të majtë, kjo lloj kritike nuk i ka hyrë ndonjëherë në vesh dhe ka vazhduar këtë dhe ja ku jemi sot në këtë situatë. E megjithatë, kur ajo ditë erdhi, vet Lubonja, skeptiku i përjetshëm i tranzicionit shqiptar, mbeti i befasuar. Ai kishte filluar të besonte se ky popull kishte rënë në një gjumë letargjik të pakthyeshëm. Kam qenë nga njerëzit pesimist që mendoja që shoqëria shqiptare është në koma, kuptimin e ndjeshmërisë për tu, është në koma, është empir. Dhe kur shkova ditën e parë në protestë, mendova po shkoj po bëj detyrën time, me ndërgjegjen time, po jo se mendonja që mund ndodhte një gjë e tillë. Për Lubonjon, pika e thyerjes nuk ishte thjesht një analizë ekonomike apo politike, ishte një skenë e dhunshme në Bregdetin e Zvërnecit. Pamja një qytetari që tërhiqej zvarr jo nga forcat e rendit, por nga rojet private të pushtetarëve të rinj, preku një nerv të mpret të dinjitetit kombëtar. Ishte poshtërimi i fundit që shoqëria nuk mund ta gëlltiste më. Kur i bëj analizën që si ndodhi dhe që më befasoi dhe mua, sigurisht që mendoj që gjej më shumë se një faktor, do të thoja se shkëndia e parë ishte ajo tërheqja zvarre atij, sepse protestën që bëm ne këtu e bëm për tërheqjen zvarr të atij protestuesit në Zvërnec, dhe jo aq se e tërhoqi policia, po gjëja më revoltuese ishte që tërhoqën bodyguardët e atyre pronarëve që duhet të fortëve atje, pra e tërhoqën ata duke poshtruar dhe vetë policinë në një farë mënyrë. Besoj se ky ishte një moment shumë i ndjeshëm ku secili u ndjesi i nëpërkëmbur ashtu siç u ndje me empati ndaj këtij njeriu. Katalizatori i këtij zgjimi u bë një brez që shpesh ishte etiketuar si apatik dhe i painteresuar për fatet e vendit. Të rinjtë e kafeneve dhe rrjeteve sociale braktisën komoditetin dhe dolën në rrugë, duke dëshmuar se nën sipërfaqen e argëtimit fshihej një nevojë urgjente për të marrë në dorë fatin e tyre. Ka një brez të ri që në një farë mënyre ka arritur një moshë që thot prit se jemi edhe ne këtu, se ndjen të nxjerrë jashtë loje komplet, edhe që e përqafuan këtë, u politizuan pa e pritur. Duke ne kemi menduar që këta ju pëlqejnë vetëm baret, me shku me pinë got, me bërë qefjet, me bërë këto, por çuditërisht ata erdhën këtu edhe me një energji dhe me një lloj kuptimi, ndoshta është një moshë që kërkon të jap një kuptim jetës. Thot pse kam marrë dhe unë këtë botë, dhe në këtë moment kapën dhe u politizuan, si thuash, për mirë në fjalën e politizuan, pra u bën njerëz politik, se politik, si thot Aristoteli, njeriu çfarë është njeriu? Njeriu është kafshë politike. Për Lubonjon, kjo lëvizje ishte prova se dëshpërimi nuk e kishte vrarë përfundimisht shpirtin e këtij vendi. Zgjimi nga koma nuk ishte thjesht një reagim fizik, por një rikthim i shpresës
se ndryshimi ishte i mundur. Ajo që mendoj unë që doli nga koma, shoqëria është domethënë me koma ishte si më thënë më shumë humbja e shpresës. Kur humbet shpresën njeriu s'ka çfarë. Ja, ri aty jeto, mbi jeto. Kur i vjen shpresa, atëre i vjen dhe energjitë. Dhe u zgjua shoqëria. Fatos Lubonja nuk kërkon të mësoj të rinjve se si të votojnë apo si të organizohen. Mesazhi i tij shkon përtej politikës së ditës. Ai fton ata të bëjnë pyetjen që e ndan njeriu nga thjesht mbijetesa biologjike, pyetjen për kuptimin e ekzistencës në një komunitet, sepse në fund të fundit, liria nuk është një dhuratë që merret nga lart, por një projekt që ndërtohet duke refuzuar të jesh vetëm një individ i izoluar. Po mesazhi im për rinin është që do të thoja të shtrojnë me veten një pyetje që është shumë e rëndësishme që vetëm njeriu e shton, jo qeniet e tjera, kafshët, që është pse kam ardhur në këtë botë, ë? Pse kam ardhur dhe çfarë kuptimi ka jeta ime, çfarë kuptimi do t'i jap jetës. Dhe nëse e shtron këtë pyetje, besoj se kjo duhet ta nxjerrë përtej atyre qefeve dhe imitimit të imitimit të bëj siç bëjnë tjerët, të ndërtoj pra vetveten, dhe kuptimin e jetës, dhe mbi të gjitha të zbuloj më shumë brenda vetes atë që nuk është vetëm individ, por është një qenie sociale. Ndërsa dritat e protestës fiken për këtë natë, figura e Lubonjës mbetet aty, si një urlidhse mes të shkuarës që nuk u thye dhe të ardhmes që po zgjohet. Ai vazhdon të qëndrojë në shesh, jo sepse besonte zgjedhjet e lehta, por sepse e di se pa këtë betejë të përditshme, vetjeta do të humbiste kuptimin e saj. Jeta nuk ka kuptim nëse mendon vetëm për veten, po si thot një fjalë e vjetër Ekleziasti thotë, nëse nuk dua veten, si mund t'i dua të tjetër? Por nëse dua vetëm veten, pse të jem fare? E pra, të zbuloj dhe zhvilloj atë qenien e vet sociale dhe politike, më shumë. Edhe të kuptoj që kjo protest është pikërisht në emër të kësaj lloj ekzistence, si qenie sociale dhe politike.